Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 26 vatra zjarri, të cilat janë neutralizuar të gjitha pas një pune të pandërprerë të forcave operacionale në terren. Këto vatra zjarri janë evidentuar në qarqet e Vlorës, Gjerkastrës, Lezhës, Shkodrës, Dibrës, Korçës, Tiranës, Kukësit, Durrësit e Beratit. Kryesisht, zjarret kanë rënë në sipërfaqe me bimësi, ku si pasojë janë ndjegur rreth 56 hektar sipërfaqe me pemë, shkure e barishte. Në dy raste, zjarret janë evidentuar në një biznes dhe në një banesë, ku janë shkaktuar dëme materiale. Në bashkinë e Durrësit, një vatër zjarri e rënë në një treg industrial shkaktoi një dëm të konsiderueshëm në mallra dhe pajisje, pavarësisht ndërhyrjes së shpejtë të forcave. Një tjetër vatër u evidentua në dy puse nafte në fshatin Kozare, njësia administrative Kozare, bashkia Kuçov. Në vendngjarje shkuan shërbimi vendor i MZSH në bashkinë Kuçov me 2 automjet zjarrfikës dhe 8 efektiv. MZSH Berat me 2 automjete zjarrfikse me 7 efektiv, 4 forca policore dhe 6 forca bashkiake, të cilat punuan për shuarjen e tij. Si pasojë, u dëmtuan 2 elektromotor të 2 puseve të naftës. Shkaku i rënies së zjarrit është bërë kaputja e telave të tensionit të ulët. Në të gjitha operacionet për shuarjet e zjarreve u angazhuan 64 automjete zjarrfikse dhe 449 forca operacionale. Gjithashtu, nga forcat e armatosura, u angazhuan 2 automjete zjarrfikse me 14 efektiv dhe 1 helikopter Cougar. Për ditën e sotme, nga parashikimet e Institutit të Gjeoshkencave, pritet nivel rreziku i lartë në qarqet e Lezhës, Durrësit, Tiranës, Beratit dhe Fierit, ndërsa në qarqet e tjerë pritet nivel i moderuar. Qendra Kombëtare Operacionale e Emergjencave Civile është në ndjekje të situatës dhe në gatishmëri për të ofruar mbështetje të menahershme nëse do të jetë e nevojshme.